e artit për fëmijë po fitojnë gjithnjë e më shumë rëndësi, si një mënyrë e shëndetshme dhe dobishme për të zhvilluar krijimtarinë, ndjeshmërinë dhe aftësitë e tyre. Në një kohë kur fëmijët janë gjithnjë e më të lidhur me ekranet, këto kurse u japin mundësi të prekin, të krijojnë dhe të shprehen përmes ngjyrave. Piktura, argjila dhe teknikat e tjera të artit i ndihmojnë të kuptojnë botën përreth në mënyrë më të lirë dhe më të ndjeshme. Këto kurse janë më shumë se sa një aktivitet pas shkollës, ata marrin talentin, por edhe qetësinë pas një dite të ngarkuar me mësime. Në këtë mënyrë, arti bëhet një pjesë e rëndësishme e procesit edukativ. Arti është forma më e lartë të shprehurit të atyre se kush jemi, do të thoshte Nietzsche dikur, dhe në të gjitha të gamë të artit kam kënaqësinë që sot ndalem tek piktura me disa të ftuar shumë special që kanë mbritur në studion e Radio Televizionit Shqiptar. Flasim për pikturën me dy vjet të vegjël, me Ines, me Klerin dhe me mësuesen e tyre të pikturës, Anisa Sala. Mirëmëngjesi. Mirë se vini në Radio Televizionin Shqiptar dhe për të folur absolutisht për një hobi apo pasion fillimisht për fëmijët e vegjël që është shumë i bukur dhe që të gjithë e kemi provuar në një formë apo në një tjetër, e kemi ushtruar dorën për të kuptuar se ku jemi. Do të drejtohem me mësuese apo zysha, si të thonë nxënësit? Nuk është problem, mësuese më thonë. Mësuese. Okej, Anisa, sa të përhapura janë kurset e pikturës në vendin tonë, por duhet marrë edhe një përshëndetje fillimisht nga Ines edhe Kleri. Përshëndetje, goca. Më thuaj. Kurset në vendin tonë të pikturës, mund të themi vitet e fundit janë përhapur goxha, pasi fëmijët janë shumë të lidhur me pikturën dhe ata duan të shprehin gjendjen e tyre emocionale dhe ndërmjet vetëm pikturës mund të arrin të realizojnë këtë gjë. Në moshën që janë. Më ke sjellë disa piktura shumë të bukura këtu. Kam edhe emrin e vajzave atje, është e Ines Lamçes kjo e para këtu. Shikoni pak se sa e bukur është. Më ndihmon pak edhe regjia për ta inkuadruar. Ines, më trego pak për këtë pikturën këtu. Po ta shija edhe po të mos më thonin që e ke bërë ti, nuk do ta kuptoja apo nuk do ta besoja. Çfarë fshihet pas kësaj pikturës? Kur e ke bërë këtë? Këtë pikturë unë e kam bërë kur kam qenë 8 vjeç. Kam pasur mendjen ta bëj si një pikturë abstrakte me ngjyra të çfarëdoshme. Me ngjyra të çfarëdoshme, të pëlqejnë ngjyrat, i përdor shpesh në pikturat e tua? Po. Ka dhe format e abstraktit, Anisa, për një moshë 8 vjeçare. Shkosh tek abstrakti, është normale? Po, është normale, pasi Inesi ose dhe shumë fëmijë të tjerë duan të eksperimentojnë ndërmjet ngjyrave dhe brenda këtyre pikturave ata nxjerrin gjendjen e tyre emocionale. Në çdo lloj pikture, nëse do të shikosh me vëmendje, do kenë ngjyrat edhe botën e çdo lloj fëmie. Si përshtasni metodat tuaja të mësimit për fëmijët e vegjël, për mosha kaq të vogël? Përshtatet në bazë të grup moshave përkatëse. Me thonë, ndahen në fillim eksperimentojnë ndërmjet ngjyrave, pastaj kalojnë tek vizatimi i mirëfillt, që është vizatimi i dritijes. Që ai ndihmon në përqendrim, ndihmon në pjesën e shikimit dhe në pjesën e fokusimit të detajeve në një vizatim. Ndihmon të jenë akoma më të vetëdijshëm dhe që të realizojnë punimin e tyre, domethënë deri në pikën e tyre finale. Kler, po ty sa të pëlqen piktura? Shumë. Sa kohë ke që pikturon? Po bëj gati 5 vjet. 5 vite, dhe ti je sa vjeç? 8. 8 vjeç. Pra, e gjithë jeta jote deri tani është përkushtuar, ka filluar shkolla, por edhe pikturës. Çfarë të pëlqen të pikturosh më shumë? Mua më pëlqen të modeloj kështu. Gjithmonë në shtëpi bëj kështu, bëj fustane, bëj Fustane? goca, po. Sa bukur. Po pse fustane? Të pëlqen pak edhe stilimi? Po. Ose shpira, gjë. Ku i kemi pikturat e Klerit, Anisa? Po. Kjo është një pikturë e Klerit? Po. Wow, kjo është fantastike. Do doja që të qëndronte pa kamera për disa çaste këtu, sepse me të vërtetë që nga shumë e bukur. Si e ke vlerësuar ti, Anisa, këtë pikturë? Atëherë, Klerit i është dhënë një pikturë dhe do ta riprodhonte me ngjyrat e veta, nuk është bërë që të bëj një riprodhim kopje mirëfillt, por të nxirret edhe nga bota e vet e Klerit. Dhe mund të themi që ka përdorur ngjyra shumë të bukura të ngrohta dhe ka nxjerrë gjendjen e vet emocionale shumë bukur. Unë mendoj që jam shumë e kënaqur me arritjet e Klerit dhe ka goxha fantazi. Kleri, çfarë ke dashur të shprehësh ti me këtë pikturën këtu?
Këtu është një perëndim dielli dhe në ujë del... Me reflektimin. Po, reflektimi. Ines, po për ty, sa rëndësishme është piktura? Për mua, piktura është shumë e rëndësishme, sepse dua të bëjmë arkitekte kur të rritem. Do të bësh arkitekte? Kështu që gjysmën e punës e ka kryer, mendoj, me kaq talent sa Ines ka, apo jo? Mund të themi e ka kryer, por që kemi akoma për të mësuar. Pasi është gjithmonë vizatimi i mirëfillt, i drejtjes, që këta duhet të ushtrohen, të fokusohen dhe të vazhdojnë në pjesën e përqendrimit që të nxjerrin sa më sakt vizatimin që ju është ngarkuar. Si ke parë progresin e vajzave deri në këtë pikë, Anisa? Atëherë mund të them të dyja nxënëset e mia kanë ardhur në fillesat e para, që do të thënë mund të kenë hedhur vetëm ngjyrat, nuk kanë qenë pjesë e vizatimit. Si fillon, pra? Praktikat e para, janë ato librat klasik me forma që ti duhet i ngjyrosësh, duhet i mbushësh? Jo, nuk e ndjek këtë teknik, me thënë të drejtën. Unë fillimisht eksperimentoj me fëmijën, që derisa do hedhi me penelatat e veta të para ngjyrat, dhe më pas në arrim, do me thënë tek pjesa e vizatimit, ndërmjet katalogëve ose librave të artit, që ne do me thënë praktikojmë dhe vazhdojnë në ndjekin procesin e mësimit të vizatimit. Kalojmë pak tek piktura tjetër, sepse shoh që janë edhe disa të tjera aty. Kjo është përsëri nga Ines, apo jo? Po. Ines, më trego pak për Është një këtë. peizazh. Kjo pikturë e kam bërë kur kam qenë 10 vjeç. Ka shumë ngjyra të lehta, i kam përzier bashkë duke bërë një pikturë shumë të bukur për mendimin tim. Çfarë ka aty? Tu ka dy anije me disa pemë ose pallate, si të thuash, nga mbrapa, me qiellin dhe detin. Tani ku je frymzuar ti për këtë vit bregdetare, nga Shqipëria, nga ndonjë qytet i Shqipërisë, nga Durrësi, nga Vlora? Unë jam përcaktuar nga Vlora. Nga Vlora. Të pëlqen Vlora? Po. Anisa, ajo që duhet të pyes unë është si ndikon në aspektin emocional piktura tek fëmijët e vegjël? Pra, si e shprehin ata veten e tyre dhe çfarë mendojnë ndërkohë që pikturojnë? Atëherë, piktura fëmijët i ndihmon shumë në vetbesim. I zhvillon vetbesimin, ju heq frikën, mund të themi, i ndihmon që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të japin ide, të shkëmbejnë ide me njëri tjetrin dhe në arritjen e punës së tyre përfundimtare dhe kur ngelen të kënaqur, këta do me thënë marrin edhe vendime për në një të ardhme për jetën e tyre, pasi e çojnë punën deri në fund dhe kjo është një gjë shumë vendimtare për fëmijët sot. Si ndihesh ti Ines kur pikturon? Unë kur pikturoj, ndihem shumë e lumtur, sepse mund të shpreh talentin tim dhe gëzimin tim në një pikturë. Dhe sa shumë pikturon në shtëpi, pavarësisht leksioneve të mësuesa Anisës? Unë në shtëpi pikturoj çdo kohë të lirë që mund të kem. Gjithmonë kur kam dëshirë ose dua të bëj një pikturë të bukur. Po për ty, Claire? Sa kohë shpenzon me pikturën në shtëpi? Unë ndonjëherë pikturoj me vllajën në shtëpi. Me vllajën? Po. Sa vjeç është vllai? Është 4. 4 vjeç. Pra ti po do që ti kalosh aty këtë aftësinë tënde të bukur për të hedhur ngjyrat atje në letër, t'ia transmetosh edhe vllajt tënd. Si po duket vllai? Po pikturon mirë? Po. Do bëhet më mirë se ty? Nuk dim ta themi këtë. Si ja bëjnë me oraret, Anisa, për shkak edhe të mësimeve që nisin tani edhe të intensifikohen, po edhe për shkak të punëve të prindërve që duhet koordinohen gjatë gjithë kohës me kurset, me të gjitha. Atëherë, kurset e pikturës zakonisht bëhen në pjesën e mbasdites ose në pjesë fundjavë, që fëmijët janë më të lirë dhe që të kenë një moment të relaksimi. Pasi marrin padyshim, ky mund të jetë dhe një aktivitet që këta tregojnë në kreativitetin e tyre, por është edhe edukativ dhe kulturor. Prindrit janë sot shumë koshient që kurset e pikturës i ndihmojnë shumë pashtu për zhvillimin emocional, mund të themi, i ndihmojnë në përqendrim, në fokusim, dhe pse jo këta do të jenë një brez që do të arrin goxha pasi marrin një punë dhe derisa e realizojnë dhe përfundojnë në fund, do të thotë që këta do jenë shumë vendimarrës edhe në jetën në vazhdimsi. Po, jam i bindur për prindrit e Klerit edhe Inesit që e njohin dhe dallojnë aftësinë e tyre dhe talentin që kanë në pikturë, po prindrit e tjerë i sjellin fëmijët në kurse sepse duan që të angazhohen me diçka kryesisht apo
dallojnë dhe ata kuptojnë që ka një talent tek fëmia tyre, sepse është një periudhë e vështirë, delikate tani ku edhe prindi është pak në dilemë ta çojë fëmijën e tij të merret me një kurs arti apo me një kurs sporti, është ajo mosha delikate ku duhet vendosë. E kuptoj, prindrit, derisa drejtohen në kurset e artit, fillimisht i drejtojnë që të shikojnë çfarë përhyrje kanë. Realisht talentet mund të jenë më të ralla, fëmijët e tjerë janë në proces pune, dhe mund të themi ka prindër që i sjellin thjesht për t'i angazhuar dhe mos t'i lënë në për rrjetet sociale sot, por e përgjithshmja është që këta fëmijë formohen me edukim edhe me kulturë. Kjo është kryesorja. Më thoni pak, vajza, shokët e klasës dhe shoqet, çfarë ju thonë? E dinë që ju pikturoni bukur? Shoqet e mia të klasës janë shumë të habitura me pikturat e mia dhe thonë që jam shumë e talentuar. Po për ty, Kler? Edhe mua gjithmonë, kur për shembull vizatoj diçka, edhe ato më kërkojnë që dhe unë t'ja bëj atyre. Që ti ndihmosh për të pikturuar. Po ti ndihmon? Po. I ndihmon, e ke zemrën e madhe. Në fakt, po më tregoje pak më herët Anisa që kanë konkuruar dhe në gara ndërkombëtare vajzat. Edhe janë përfaqësuar mirë. Si ka shkuar? Po. Atëherë, unë fëmijët që punoj, qëllimi im kryesor është që të nxjerrim realisht talentet, i promovojmë talentet dhe i angazhojmë me ekspozita kombëtare, po ashtu i angazhojmë dhe me konkurse ndërkombëtare. Gocat kanë konkurse ndërkombëtare të përvitshme që ne përfaqësohemi dhe mund të them po ashtu dhe për Inesin dhe për Klerin ka të ndalë me çmime ndërkombëtare. Që ne mund të kemi marrë çmime si në Bullgari dhe si në Çeki. Një këshill që ke për prindrit që janë në dilemë për atë që folëm edhe pak më herët, pra se çfarë duhet bëjnë fëmijët e tyre në këtë moshë? Unë them që jo vetëm në pikturë, por duhet t'i angazhojnë sa më shumë me artin. Mund t'i angazhojnë në pjesën e futbollit, baletit, pra edhe art, edhe sport, absolutisht. Pikturën do ta vazhdoni, nuk keni ndërmend që ta lini. Çfarë do të bësh kur të rritesh ti, mua ma the, por edhe pikturën si hobi, si pasion, do ta vazhdosh apo jo, Kler? Edhe për ty, Kler? Mirë. Unë juftoj të dyjave bashkë, vini këtu me mua se do bëjmë mbylljen e programit tani, kështu që ejani edhe ti përshëndesim teleshikuesit, ndërsa ftoj edhe Sonjën. Hajdeni këtu në mes. Vajza, mirë se na erdhët. Mirë se na erdhe. Dhe shumë të bukura sot. Vetëm nuk e kuptova çfarë ngjyra ju pëlqenin më shumë. Ngjyra ime e preferuar është bluja sepse mund të shkoj me çdo gjë. Po ti zemra. Edhe imja bluja. Tani do ja bëjmë ekranit me dorë. Dhe do t'i përshëndesim, sepse ne kemi ardhur në fund të programit për sot. Kështu që zonja dhe zotërin, faleminderit shumë për vëmendjen, mbyllim një javë intensive të bukur. Intensive me shumë të ftuar, me shumë rubrika, me shumë lajme, gjithashtu nga programi Mirëmëngjes Shqipëri, por është bukur kur e mbyllim programin me të ftuarit tanë. Qëndroni me radio televizionin shqiptar, me programacionin ton maraton që do t'jeti drejt për drejt deri në orët e fundit para mesnatës. Kaloni mirë absolutisht edhe në fundjavë. Mirëmëngjes Shqipëri të hënën ora 6:30 ju pres unë dhe Kristi. Fundjavë të mbar, fundjavë të mbar. Kalofshi bukur edhe juve. Miru pafshim.